Të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjem të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës për gjatë minutave në vim. Do të ndalemi sërish tek çështjet e rajonit dhe do të flasim konkretisht për Kosovën, pasi vetë Shqipëria refuzoi të ngrinte një kamp për emigrantët të cilët do të vinin nga Britania e Madhe. Vetë kryeministri anglez Keir Starmer është duke planifikuar që t'ia kërkojë këtë nder Kosovës për të qenë vendi pritës i emigrantëve dhe azil kërkuesve. Kanë qenë vetë mediat britanike ato të cilat kanë raportuar se Kosova është ndër 9 vendet e përzgjedhura nga ministrat britanik si destinacioni potencial për këto qendra. Ndërkaq, do të diskutojmë sa i takon edhe situatës dhe klimës politike të krijuar në Kosovë si pasojë e mos konstituimit të kuvendit të Kosovës. Ndërkaq, do të ndalemi edhe tek stërvitja më e madhe ushtarake Defender Europe 25, e cila vjen vetëm një vit pasi Kosova nuk ishte pjesë e saj, kjo për shkak të sanksioneve të vendosura nga faktori ndërkombëtar. Ndërkaq, këtë vit Kosova për 2 javë rresht do të jetë mikpritëse e kësaj stërvitje më të madhe ushtarake. Do të jem në një komunikim të drejt për drejt me zotin Adrian Zeqiri, analist. Zoti Zeqiri, përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Zoti Zeqiri, e nisim fillimisht së bashku bisedën me një marrëveshje të mundshme ndërmjet Britanisë së Madhe dhe Kosovës, sa i takon ngritjes së qendrave dhe kampeve për të pritur emigrantët apo qoftë edhe azil kërkuesit. Si e keni parë ju këtë lajm i cili ka qarkulluar të paktën gjatë 2 ditëve të fundit? Sa e gatshme është Kosova dhe sa potencial ka Kosova për të pritur këta emigrantë? Unë dyshoj që Kosova ka potencial për pritjen e emigrantëve të tillë. Gjithsesi se çdo që mund të bëjë Kosova është të ofrojë bashkëpunim me Mbretërinë e Bashkuar, mirë po për sa i përket kampit ose procedurave dhe pritjes infrastrukturës së një kampi të tillë, unë mendoj se nuk ekzistojnë këto kushte për momentin. Të mos harrojmë që Kosova pa të bërë një marrëveshje edhe me Danimarkën për prurjen e një numri të burgosërve, sidomos azil kërkues prej Danimarkës në Kosovë. Kjo marrëveshje gati se edhe pse janë bërë të gjitha procedurat e mundshme, shumë pak është përdorur prej Danimarkës për arsye të ndryshme. Kështu që unë mendoj se Kosova mund të jetë e gatshme politikisht, mi po si infrastrukturë dhe si procedurë për pritjen ose procesimin e azil kërkuesve, mendoj se është shumë larg. Pse? Çfarë nuk shkon? Po se Kosova nuk është përballë me azil kërkues dhe nuk ka sistem të ndërtuar të vetën për procesimin dhe krijimin e kampeve dhe procedurave të tilla për azil kërkues. Kështu që ka pak eksperiencë, institucionet e Kosovës kanë pak eksperiencë për më u marrë me çështje të këtilla. Edhe një herë, unë besoj që do të ekziston vullneti politik, mirë po përderisa ky vullnet politik të përkthehet në një kapacitet institucional dhe infrastrukturor për pritjen e azil kërkuesve të tillë, mendoj se do të merr një kohë. Në qoftë se realizohet kjo marrëveshje, zoti Zeqiri, a do të jetë më pas një përgjegjësi e madhe për vetë Kosovën dhe për vetë autoritetet e Kosovës? Përgjegjësi që vjen si pasojë e situatës që ne e dim dhe e njohim shumë mirë, situatës siguri, situatës me Serbinë, edhe shumë faktorë të tjerë. Mendoj se situata e sigurisë për gjithë atë zhurmën që bëhet nëpër media është mirë në Kosovë, nuk ka probleme të sigurisë.
Përderisa kampi do të operoj, do të jetë i mbyllur, do të thotë këta refugjat nuk do të kenë qasje për të dalë në publik, do të jetë një kamp i mbyllur dhe përderisa funksionon në kuadrë të kësaj kornize, mendoj se nuk do të ketë probleme të sigurisë. Mendoj më shumë do të jetë çështje e debatit të brendshëm në Mbretërinë e Bashkuar, e cila do të zhvillohet për sa i përket çështjes së sigurisë, një kamp i tillë, le të themi kështu, nuk do të haste në probleme të sigurisë në Kosovë, përderisa operon në kushte të mbyllura. Sidomos për sa i përket situatës sigurisë me Serbinë. E qartë, ndërkohë, zoti Zeqiri, ndalem pak, marr komentin, opinionin tuaj, se i lëkon situatës, një situatë tepër e vështirë politike në Kosovë, kjo për shkak të dështimit të konstituimit të kuvendit për të 21-ën herë radhazi. Opozita kundërshton kandidaturën e nxjerrë nga lëvizja vetëvendosje e drejtuar nga zoti Kurti, pra zonjën Albulena Haxhiu, e cila duket sigurisht qendra e vëmendjes në të gjithë këtë proces, i cili çdo ditë më shumë dhe çdo javë më shumë tregon që ka diçka që nuk shkon për hir të së vërtetës. Kjo klim, a do të rregullohet, zoti Zeqiri, dhe cilët do të jenë faktorët të cilët do ta bëjnë të mundur rregullimin e kësaj klime dhe këtij ngërçi kaq të madh politik në Kosovë? Çka ka sjell dhe mos krijimin e institucioneve të reja, duke nisur nga parlamenti? Po, një informatë ndoshta shtesë është radha 22 sot ka qenë radha 22 që po duke qenë se janë bërë kaq shumë seanca të dështuara zoti Zeqiri. Po, kjo është veç një numër se është një maraton e dështimeve të seancës konstituive. Mendoj se kjo situatë ka ardhur si rezultat i dy elementeve kryesore. Elementi i parë është ka qenë një vendim i vitit 2014 gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës, që i ka dhënë të drejtën partisë së parë, partisë më të madhe që del prej zgjedhjeve, që ta ketë të drejtën e nominimit për pozitën e kryeparlamentarit. Mirë po, ky lloj vendimi ka qenë i mangët, sepse në të njëjtën kohë, përderisa ja ka dhënë të drejtën partisë së parë që kryeparlamentari duhet patjetër të jetë prej partisë së parë, nuk e ka përcaktuar edhe metodën e zgjedhjes këtij kryeparlamentari. Do thotë ju është bën një thirrje deputetëve që deputetët duhet të bëjnë një zgjidhje, duhet të mirën vesh, mirë po nuk ka përcaktuar procedura të qarta se si të bëhet kjo. Dhe këtu jemi tash pa këto procedura, të cilat teknikisht mund të vazhdojnë në pafundësi, sepse nuk ka orë kushtetuese apo procedurale që e ndalon një proces të tillë, një dështim të vazhdueshëm. Kjo është e para. E dyta, mendoj, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është që ka një mungesë të krijimit të një koalicioni qeverisës. Partia më e madhe, lëvizja vetëvendosje, edhe pse ka marrë një numër të madh të votave, në një farë mënyre refuzon që të negociojë me partitë të tjera për krijimin e një koalicioni të mëshëm, sepse 61 vota të cilat nevojiten për zgjedhjen e parlamentarit janë shumica e thjeshtë, janë po ato 61 vota që nevojiten menjëherë pas zgjedhjes së parlamentarit që të votohet qeveria. Do të thotë jemi të folë për një koalicion qeverisës, dhe se lëvizja vetëvendosje nuk është duke dashur që të bëjë koalicione me partitë politike të opozitës, të vetmën dëshirë që e ka shprehë është koalicioni me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Mirë po, Lidhja Demokratike e Kosovës
e ka refuzu një koalicion të tillë dhe se nuk dëshiron që të bashkëqeverisë me lëvizjen vetëvendosje, duke u thirrë në papërputhshmëri të programe politike, si dhe përvojën e saj të hidhur të bashkëqeverisjes në vitin 2020, kur edhe koalicioni i tyre u presh shumë shpejt. Kështu që jemi në një krizë politike ku asnjëra palë nuk lëshon pe. Përgjësia është e përgjithshme, po gjithsesi se përgjësia më e madhe në këtë rast i takon partisë së parë, kjo do të thotë lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministit Kurti, kryeministit në detyrë. A do të ishte votimi i fshehtë një shpëtim sa i takon këtij procesi, zoti Zeqiri, pavarësisht se është konsideruar antikushtetues? Pse opozita nuk e do votimin e fshehtë për kryeparlamentarin? Mendon që mund të kemi një manipulim të votave në votimin e fshehtë? Votimi i fshehtë është kushtetues, mirë po në momentin kur ka fillu votimi, jemi në mes të një seance. Të jemi qartë këto 22 takime të cilat janë mbajt të kuvendit, njihen vetëm si vazhdimsi e një seance konstituive. Dhe se aja argumenti i opozitës, e cila unë mendoj se është argumenti drejt, është që mënyra e votimit nuk mund të ndryshohet në mes të seancës, kur vetë tani më jemi futur në një cikël votues. Sipas rregullorës së kuvendit, mënyra e votimit, duke përfshirë edhe votimin e msheft, përcaktohet në fillim të votimit, jo në mes të votimit. Është një mosmarrëveshje procedurale, më shumë se sa kushtetuese, mirë po jemi këtu ku jemi. Unë mendoj se opozita ka frikë që deputetët e listës serbe do të mund të votonin pro kandidatës të partisë kryesore lëvizjes vetëvendosje, dhe se mandej ky votim do të mund të përkthehej për deputet e opozitës, si dhe normalisht unë mendoj se ka dhe frikë që disa ndër deputetët që janë momentalisht brenda partive politike opozitare, edhe ndonjë prej tyre mund të votoj pro. Do të thotë mundësia e keqpërdorimit të votave ose blerjes së votave bëhet shumë më e madhe në rast të votimit të msheft. Mi po pa ma parasysh kësaj, unë mendoj se proceduralisht është problem, është në kundërshti me rregullat e kuvendit që të ndryshohet mënyra e votimit në mes të votimit. Syt janë nga faktori ndërkombëtar, zoti Zeqiri. A do të ketë një dorë të hekurt dhe një dorë e cila mbase mund të sjellë zhvillimin dhe zgjidhjen e këtij ngërçi? Mendoj se ka pak apetit prej faktorit ndërkombëtar që të intervenojnë në një mënyrë të hekurt, ashtu siç parafrazon ti. Mendoj se ajo periudhë ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar në politikë bërjen e brendshme të Kosovës ka kalu. Momentalisht gjithashtu e shohim edhe një mosinteresim, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pozicioni i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë mbetet në nivel të ushtruesit të detyrës, ende nuk është emëruar ambasadori i ri, dhe se me këtë problemet gjeopolitike me të cilat është duke u përballë Evropa dhe perëndimi, lufta në Ukrainë, probleme tjera në lindjen e mesme, problemet brenda faktorit perëndimor, në këtë rast Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo e ka bërë që pozicioni ndërkombëtar të jetë më pak shtytës për tejkalimin e këtij ngërçi politik. Shto këtu që edhe kryeministri Kurti nuk është një ndër ata politikaj të cilët
është i prirur që ti merr përbazë presionet e faktorit ndërkombëtar. Ne e dim që Kosova mbetet në masat e përkohshme ose në sanksione prej Bashkimit Evropian pikërisht për shkak se zoti Kurti nuk i ka morë për bazë disa prej rekomandimeve të cilat kanë ardhur për sa i përket situatës në veri e kështu me radhë. Kështu që unë pak pres që faktorin ndërkombëtar të mund ta shtyjë dalën nga kjo situatë. Unë mendoj se zgjidhja vetme mbetet referimi i kësaj situate, i këtij ngërçi tek gjykata kushtetuese. Mi po përfshirja e gjykatës kushtetuese duhet bëhet në atë mënyrë që gjykata kushtetuese ta ketë mundësinë e ndërhyrjes, sepse momentalisht është problematike kyçja e gjykatës kushtetuese. E qartë, zoti Zeqiri, si e pozicionon Kosovën në këto momente stërvitja me madhe ushtarake Defender Europe 2025? Çfarë kapaciteti do të tregojë Kosova sa i takon aspektit ushtarak, logjistik e të tjera? Po, Kosova ka kapacitete të pakta ushtarake dhe logjistike. Unë mendoj se kjo bëhet dhe organizohet fillimisht prej trupave të KFOR të NATO-s që janë prezente në Kosovë. Është një lajm i mirë që Kosova do të jetë e kyçur dhe kjo do të zhvillohet në Kosovë. Është një shenjë që NATO nuk ka hequr dorë prej Kosovës dhe se e konsideron Kosovën ende si një lloj vije të parë konfrontuese vis-a-vis Serbisë. Kështu që unë mendoj se është një lajm i mirë, mirë po për sa i përket për Kosovën dhe situatën e sigurisë në Kosovë, mirë po kur jemi te kapacitetet ushtarake të Kosovës, ne e dim që ushtria e Kosovës është në vigjilje të saj dhe se përballet me probleme të kapacitetit të operimit ushtarak. Pse përballemi me këtë vështirësi se rekun kapaciteteve, zoti Zeqiri, çfarë nuk shkon? A nuk shkojnë politikat apo nuk shkon infrastruktura e vendit? Ndërsa themelimi i një ushtrie moderne është sfidë për shtetet e establishume. Jemi të se si tazojmë shtetet e Bashkimit Evropian u gjendën totalisht të papregatitura karshi agresionit rus në Ukrainë. Tek tash, mas 3 vite luftë, shpenzimet ushtarake të Bashkimit Evropian janë duke u rritur. Kur themi këtë, ushtria është jashtëzakonisht e kushtueshme, është e shtrejtë dhe se Kosova ka mundësi të pakta të investimit në kapacitetet ushtarake. Shto këtu që ushtria e Kosovës është sapo e themeluar dhe se ende është në mbikëqyrje prokurimi ushtarak, blerjet ushtarake, armatimi ende është në mbikëqyrje të perëndimit të NATO-s dhe se është edhe po të kishte kushtet financiare Kosova do ta kishte sfiduese për prokurimin ushtarak dhe se mendoj kapacitetet ushtarake të Kosovës duhet gjithmonë dhe me dëmos të jenë të lidhura ngushtë me një bashkëpunim të ngushtë me ato të KFOR-it dhe NATO-s dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi nëpërmes një bashkëpunimi shumë të afërt me NATO-n dhe KFOR-in që të kemi një lloj bashkëpunimi dhe ta mbulojmë ato që na mungon neve si shtet i ri, i vogël dhe i brisht në shumë aspekte, ta mbulojmë ato me kapacitetet operacionale të NATO-s. Si ndikon dhe çfarë sjell për klimën e çdo aspekti të mundshëm në Kosovë kjo stërvitje ushtarake
zoti Zeqiri? Është një shaj e mirë gjithsesi që Kosova është e kyçur. Është mikpritëse për 2 javë rresht. Pikërisht, është një shaj jashtëzakonisht e mirë, sidomos duke marrë parasysh vitin e kaluar ishte e përjashtuar për shkak të situatës së tensionuar në veri. Situata gjeopolitike e ka bërë qartë pozicionimin pro-perëndimor të gjithë shqiptarëve dhe Kosovës gjithashtu, dhe se mendoj se kjo ka pas ndikim pozitiv në konsideratën të cilën NATO e ka bë për sa i përket Kosovës. Të jemi të qartë, kjo ndodh në momentin kur Beogradi dhe presidenti serb ka lidhje të afërta me Rusinë, sapo ishte në Rusi përkundër kërcënimeve të Bashkimit Evropian për sanksione. Gjithashtu, prokurimet ushtarake të Serbisë janë të ndërlidhura shumë me Kinën dhe se shihet si një qeveria e Beogradit dhe struktura e sigurisë në Beograd shihet shumë e afërt me ato të Rusisë dhe Kinës, dhe mendoj se këtu Kosova del edhe një herë, dhe jo vetëm Kosova, por të gjithë shqiptarët dalin si një ndër popujt më pro-perëndimor që jetojnë në Ballkan, dhe se kjo shihet si vlerë, ashtu edhe siç është tek NATO dhe perëndimi në përgjithësi. Të falenderoj shumë që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë, zoti Zeqiri, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesë. Mirë, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.